Arsyeja pse kemi ardhur sot në repartin e Drenovës është sepse jemi duke u konsultuar me Fondin Shqiptar Zhvillimit, me Bashkinë e Korçës, në mënyrë që të mund të gjejmë një përdorim të dyfisht të këtij faciliteti. Pra, strategjia që ndjekim për asete që mbeten të vyera për forcën armatosur, por janë të vjetra në infrastrukturë, kanë nevojë për një rehabilitim tërësor, kemi zgjedhur që të ndjekim një rrugë bashkëzhvillimi, ku bashkë me Fondin Shqiptar të Zhvillimit të mund të bëhet një investim rehabilitues dhe të gjendet një ekuilibër mes përdorimit civil dhe përdorimit ushtarak. Dhe praktikisht në Drenov koncepti është zhvillimi i një qendre, le të themi, ku të rinjt mund të vinë edhe për aktivitet sportiv, fizik, trajnime, praktikisht sepse i gjithë relievit të lejon edhe në afërsitë Moravës praktikisht lejon gjithë atë aktivitetin e trekking, hiking, aktivitet fizik që mund të jetë i dobishëm për të rinjtë e zonës edhe të jetë pse jo një destinacion i posaçëm për këtë lëmë sportiv. Pastaj, kjo na jep mundësinë e dyfisht, siç e thash, që të rehabilitojmë infrastrukturën, akseset dhe kur forca armatosur ka nevoja operacionale të mund t'i rikuperojë dhe t'i përdorë. Kështu që strategjia që do ndjekim për praktikisht infrastrukturën përdorim të dyfisht është ajo që është e rëndësishme kështu. Mund na shpjegoni pak masterplanin dhe na e tregoni dhe ky projekt, siç e thatë dhe ju, ka si qëllim zhvillimin jo vetëm të Drenovës, por të gjithë zonës. Është pjesë e një projekti me 4 ndërhyrje kryesore, është një zipline në Dardh, një repart tjetër i degraduar ushtarak në Nikolic dhe reparti i Drenovës dhe disa pathe që kalojnë në fshatrat Sinic, Arës, Drenov, Dardh. Ky është masterplani i repartit ushtarak të Drenovës ku ne jemi sot. Ka një sipërfaqe prej 12.7 hektar, është konceptuar të përdoren të gjithë godinat që janë ekzistuese, që mund të ripërdoren, pasi disa prej tyre janë të degraduara dhe do të rrethohen me kushtet e sigurisë nevojshme për të mos u afruar persona të cilët do vizitojnë këtë repart. Hyrja që ne ishim po zbresim tek, po zbresim tek, kjo godina që përmendi dhe zotria është në gjendje shumë të mirë, nuk do preket, do bëhet si një zonë pritje biletash. Këtu zbresim drejt dorm room praktikisht. Që është zona kryesore, këtu do rehabilitohet zona e parkimit që do vijojë shumë. Kjo godina do të rrethohet, nuk do të preket. Kjo zona këtu do të përdoret për drone racing, domethënë këto garat me drone që deri në rrethimi është pjesë e repartit. Pra unë majtë këte kemi poligonin e Shqipjes, mbetet poligon. Do vijoj tjetë poligon. Shumë mirë. Pra dhe ushtria ku të ketë nevojat e veta për stërvitje do mundet të akomodohet e ta përdor. Aktualisht kjo është godina kryesore e këtij repartit, ku është i sankcionuar shtabi dhe është përshtatet për disa depot të cilat shërbejnë në interes të stërvitjes. Qartë. E kështë do jetë destinacioni i godinës? Destinacioni i godinës do të jetë kati i dytë zonë fjetje, se nuk mund ta quajmë hotel, do jetë fjetim, praktikisht po. Do jetë me krevat marinar, pra ideja është që mos jetë një turizëm relaksues, por një turizëm me aktivitet fizik dhe me pak vuajtje, po. Praktikisht me njëjtën logjik që kemi ndjekur edhe në Bulqiz, pra për të bërë një ish repart i cili rigjen një përdorim dyfisht. Ishtohet një verë, domethënë. Mirë. Dhe kati parë do jetë menza, zyrat, zonë qëndrimi për personat që do qëndrojnë, zona përpara do rehabilitohet për të bërë vendet e parkimit nevojshme. Shumë mirë. Ky është vendi kryesor në cilën në mëngjes të fillon aktiviteti, rreshtohet i gjithë reparti në këtë, dhe pastaj në bazë të detyrave që kanë, përhapen për stërvitet, rajonet e stërvitet gjithë trupat që kemi. Trupat të cilën nga sot jemi, po themi, duke u kompletuar në një numër të mirë të përshtatshëm, të themi, dhe ka ardhur gjithmonë në ngritje. Batalioni 3 aktualisht, kolonel, sa efektiv ka? Sot është kompletuar me 263 personel. Qartë. Kam batalionin më të kompletuar mbas batalionit që kam organizuar në Foçës. Qartë. Me sa jam informuar së fundmi edhe rekrutët e rinj praktikisht kanë interes të vinë në Korçë. Jo që kanë interes, po sado që ne shtuam edhe një kompani. Këtu, përsëri, me ushtarë ne jemi të kompletuar 100%.
Qartë. Pra edhe ushtarët që janë marrë, nga qendra e personelit rekrutimi tani janë marrë me një kursje të shërbejnë për disa kohë në repartet ndryshme të forcës armatosur, sepse këtu me ushtarë është i kompletuar. Qartë, shumë mirë. Kjo zona këtu do të vijojë që ndrojë natyrë, do bëhet një fushë voleybolli, siç është aktualisht thjesht do të përmirësohet, dhe më mbrapa është zona që do të bëhet paintball area, ku persona që do vizitojnë do mund të kryejnë këtë aktivitet. Qartë, shumë mirë. Kjo është i gjithë rajoni, siç e shikoni këtu fillon me brezka litje, kanë qenë të asaj kohe, por që janë funksional akoma, paralelet aty. Pjesa sipër dhe pjesa lartë është poligoni i qitis dhe pjesa ku zhvillohet një pjesë të taktikës dhe pjesa poshtë kanë pastaj terrene të tjera të cilat janë për funksiona të tjera. Është një zonë tjetër. Deri në poshtë në godina që shohim aktualisht, aty Aty është territorial. parku i mjeteve. Është parku i mjeteve, qartë. Ka dhe një hyrje të veçantë parku i mjeteve. Përveç hyrjes që teja që te mund të hysh vetëm me këmbë, domethënë mund të vjen mjetet këtu do të hyrja për parkun e mjeteve në krahun tjetër. Por ndoshta për të vajtur atje, po aty poshtë mund ta shohim edhe më mirë. Patjetër. Që edhe këtu na vini panoramën se të zhvillimit. Atje ka dhe një hyrje tjetër alternative që mund të përdoret për persona që duan të hyjnë në hyrjen B, kjo është hyrja kryesore. Edhe atje do të ketë një zonë pritje për biletat edhe për informacion për personat që do vizitojnë parkun. Është shumë e rëndësishme për t'ia shpjeguar edhe qytetarëve që shpeshherë me të drejtë kanë krijuar një farë perceptimi sikur forca armatosur dorëzon dhe vetëm dorëzon asete dhe vetëm dorëzon reparte që ndoshta mund të kenë ndodhur në të kaluarën, po tashmë jemi në një logjik praktikisht ku përmes përdorimit të dyfisht, duke i dhënë vlerë të shtuar infrastrukturës për përdorim civil në momentet e caktuara, ne rigjejmë praktikisht një bazë totalisht të rehabilituar, totalisht mirë mbajtur dhe rikthejmë në funksione po ashtu ushtarake. Kështu që ku mendohet që do të shkojë kryetari zoti ministër, janë kushtet e kohës realisht. shumë mirë. Çdo gjë ndërtuar nga e para. Kjo po ndërtohet një repart nga e para. Ne që godinës së sirë. Absolutisht, ne të janë godina totalisht të degraduara që nuk mundet të vijojmë Kjo ka pas të kemi godina të tilla. Kjo ka pas pak personel. E normalisht janë dash pak ambiente, sepse kanë qenë 30 veta kanë qenë. Një tokë. Sot ne Kemi një kompani të dytë. Batalionin me gjithë elementet mbështetës. Shumë mirë. Por do shohim investimet për batalionin edhe në Pocest, ku kemi një investim domethënës dhe atje dhe kjo na jep dhe mundësinë që Drenova të ketë këtë përdorimin e dyfisht. Atje poshtë janë asetet e mjeteve praktikisht, okay. Është zona tjetër, ndahet me porojnë dhe me një urë metalike, është shumë e bukur dhe me natyrë, landscape. Atje është konceptuar të rikonstruktohen të dyja godinat që janë aktualisht, për të bërë një zonë qëndrimi për lodra për fëmijë mosha më të vogla, një zonë për ushqim dhe një pjesë e godinës të bëhet si një palestër e brendshme. Pjesa tjetër, siç ju thash, do jetë zona e biletave dhe info pointit. Aty do të bëjmë kullën e një zipline të vogël, i cili do të lidhet me paintball area që është këtu lart. Do jetë një zipline me ngjitje në mur, jo si gjithë ziplinet e tjera komod që ti ngjitesh. Një zonë përpara midis dy godinave dhe ndërtesave do të bëhet një fushë futbolli dhe një zonë për fireplace ku në darkë mund të ndezin zjarr, vet dhe të kuptojnë dhe të lidhen me natyrën. Shumë e rëndësishme dhe nga ana e ofrimit të një ambienti që përçon kulturën ushtarake, kulturën sportive, kulturën e disiplinës, e të qëndruarit së bashku për të rinjt në aktivitete sportive dhe në sfida të tilla. Kështu që besoj se kemi gjetur me Fondin Shqiptar Zhvillimit ekuilibrin e duhur në këtë koncept. Si janë afatet nga momenti që ne mund të vijojmë me në nënshkrimin e marrëveshjes, pra si mund të vijohet? Afatet e zbatimit të këtyre punimeve janë parashikuar të jenë 12 muaj që nga momenti që fillojnë punimet. Kështu që besoj që po për 12 muaj përfundohen të gjitha rikonstruksioni godinave dhe ndërtesa e re është vetëm kullat e zipline. Pjesa e patheve do ngeli natyrë, thjesht do sistemohet. Patjetër, se kjo është gjithë interesi i zonës.
Për nga ana ushtarake, rrethimi është pjesa më e mirë e këtij reparti. Me fjalë është i berë, është E shoh që rrethimi është relativisht pjesa më e mirë e cilësor. repartit atë. Në parku i mjeteve aty kemi ato mjete të cilat i kemi disponuar që janë 2 veko, një ambulancë, një zjarr fikse, një bopafstruese, të cilat shpeshherë përdoren dhe sipas nevojave që ka Emergjencave civile të emergjencave zonës. që në këtë rast po themi prefektura na angazhon her pasere. Ma vetëm një sekond sa ti tregoj ministri që ne do ta ruajmë natyrën e ushtrisë, edhe në pjesën e godinave që do rikonstruktohet, pra ushtria do jetë pjesë e këtij Gjithë konceptit projekti. Po. shumë mirë. Kjo është ajo që sapo pam tani në 3D. Kjo godina është goxha e amortizuar, do të ketë nevojë për forcim thelluar, këto janë zonat që.